Puna për Partinë Socialiste nisi këtë fundjavë me një mbledhje të formës retreat, të kërkuar nga kryeministri Edi Rama. Ky takim, i cili do të zgjasë 2 ditë, zhvillohet në qytetin e Pogradecit, teksa këtë të diel 12 drejtuesit politik të qarqeve raportuan rreth situatës së zonave që ata mbulojnë. Burime bëjnë me dije se është kërkuar që deputetët dhe kryetarët e bashkive të kenë më tepër afërsi me qytetarët, duke marrë shkas dhe nga situata aktuale politike dhe protesta qytetare që vijojnë prej më shumë se 80 ditësh tashmë. Diskutimet janë fokusuar gjithashtu dhe tek zgjedhjet e ardhshme vendore, ku kreu i qeverisë u ka lënë porosi drejtuesve politik që të nisin përgatitjet për garën lokale të pranverës. Pjesë e mbledhjes janë dhe kryetarët e komisioneve parlamentare dhe këta të fundit kanë marrë porosi për dokumentin Besa, të prezantuar në muajin korrik nga Rama. Në fokus është edhe strategjia mediatike e Partisë Socialiste, mënyra e komunikimit publik dhe nevoja për një qasje më të organizuar në raport me zhvillimet politike dhe sociale në vend. Ndërkohë, dita e hënë do të fokusohet tek diskutimet me ministrat e kabinetit qeveritar, të cilët do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, si dhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të 4. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Edi Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezoni të ri, pas pushimeve verore. Pas këtij takimi pritet që kryeministri të mbledh në ditët e para të shtatorit dhe asamblenë e Partisë Socialiste, një forum në të cilin në të kaluar janë njoftuar dhe lëvizje të mundshme në kabinet.